Le të ndalemi në fjalët e para që tha Krishti i ngjallur kur shfaq para nxënësve të tij. Ai nuk u tha atyre fitore, as lavdi dhe as pushtet, por u tha paqe në ju. Hyri në dhomën ku ata ishin mbyllur nga frika dhe u dhuroi atë që bota nuk mund të jap kurrë, paqen që nuk varet nga kushtet, nga ekuilibrat gjeopolitik, nga marrëveshjet njerëzore, por paqen e Perëndisë që ka përcen çdo mendje. Një paqe e thellë shpirtërore, e cila vjen fillimisht nga pajtimi i njeriut me Zotin dhe pastaj shtrihet me të gjithë njerëzit. Sot bota është e trazuar. Luftrat e përgjithshme vazhdojnë të shkaktojnë vdekje dhe vuajtje. Frika e së nesërmes mbulon popujt e tërë, pasiguria troket kudo. Në mes të kësaj stuhie, Krishti i ngjallur përsërit paqe në ju. Paqja e Krishtit nuk është mungesa e problemeve, është prania e Perëndisë brenda problemeve. Të dashur vëllezër dhe motra, në këtë botë të trazuar na mjafton vetëm një siguri: Krishti u ngjall dhe jeton. Dhe nëse jeton Krishti, jetojmë edhe ne. Dhe nëse jetojmë në Krishtin, atëherë as vdekja, as ligësia, as varfëria, as përndekja nuk mund të na ndajë nga dashuria dhe nga paqja e tij. Dita e ngjalljes së Zotit tonë Jezu Krisht, shkruan shënjë gojarti, është themeli i paqes. Sepse nga ngjallja e Krishtit vjen paqja e Perëndisë. Ngjallja dhe paqja e Perëndisë nuk është një dogmë abstrakte, por një thirrje personale. Le të përgjigjemi pra thirrjes paqe në ju, me të gjithë jetën tonë. Le të bëhemi ne vetë paqebërës në një botë që po shkatërrohet nga urrëtia, nga lakmia dhe egoizmi. Por që të bëhemi paqebërës, fillimisht duhet të kemi paqe brenda nesh, dhe vetëm atëherë mund ta përhapim paqen kudo, së bashku me lajmin e gëzuar se Krishti u ngjall dhe i dhuroi botës jetën dhe paqen e përjetshme. Krishti u ngjall.